Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion. Ja ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 3 mars dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione apo materiale të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ndaj ju ftoj që t'i ndiqni. Tre marsi është dita e 62 e kalendarit gregorian. Ngjarje. 1845. Florida u bë shteti 27 i SBA-ve. 1878. U nënshkrua traktati i Shën Stefanit i paqes ndërmjet perandorisë ruse dhe perandorisë osmane. 1891. U caktua rregulla e gjuajtjes nga pika e penalltisë në futboll, por nuk u aplikua gjë në fillimin e sezonit të ri. 1923. Për herë të parë u botua revista Time. 1938. Uleja u zbulua në Arabinë Saudite. 1945. Finlanda, që më herët ishte neutrale, i shpalli luftë forcave të Boshtit. 1958. Nuri as-Said u bë kryeministër i Irakut për të 14 herë. 1961. Hasani II u bë mbreti i Marokut. 1976. 5 punëtorë u vranë nga policia gjatë demonstratave në Vitoria Gasteiz, Spajnë. 1991. Një xhirues amator regjistroi se si Rodney King u rra brutalisht nga policë në Los Angeles, Kalifornia. 1991. Në referendumin e mbajtur në Lituani, 74% e popullit votuan për pavarësi nga Bashkimi Sovjetik, kurse në Estoni 83%. 2002. Zvicerianët me referendum vendosën të antarësohen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. 2005. Steve Fossett u bë njeriu i parë i cili fluturoi me aeroplan rreth botës vetëm pa ndalesë dhe pa u rimbushur me derivat. Udhëtimin prej 40.234 kilometra e realizoi për 67 orë e 2 minuta. 2008. Dmitri Medvedev u zgjodh kryetari i Rusisë. Lindje. 1923. Lindi Hito Çako, ushtarak shqiptar. 1978. Lindi Leonora Jakupi, këngëtare shqiptare. 1953. Lindi Zico, futbollist dhe trajner brazilian. 1964. Lindi Mendu Thaçi, kryetar i PDSH-s. Vdekje. 1703. Vdiq Robert Hooke, fizikant anglez. 1978. Vdiq Zvonko Milković, shkrimtar kroat. 2007. Vdiq Osvaldo Cavandoli, vizatues italian i filmave të vizatuar. 2012. Vdiq Sotir Kapo, piktor shqiptar. Për sot kemi përgatitur biografinë e Marie Curie, e cila ishte një kimiste dhe fizikane polake. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Marie Curie. Maria Slowotska ka lindur në Varshavë, Poloni, më 7 nëntor 1867, një nga 5 fëmijët e Bronislava dhe Vladislav Sklodowski. Fëmijët e tjerë të kësaj familjeje ishin Sofia, Jozef, Bronislava dhe Helena. Gjyshi Marias, Jozef Sklodowski, kishte qenë një mësues i respektuar në Lubin, ndërsa babai i saj jepte matematik dhe fizik, mësime që Maria i gjurmonte dhe i pëlqente shumë. Jati ishte drejtori 2 gjimnazëve për tjem në Varshavë. Nëna e saj u nda nga jeta në moshë tepër të re, kur Maria ishte vetëm 12 vjeç, nga tuberkulozi. Pak kohë më vonë, nga sëmundja e tifos, vdiq dhe motra e saj e vogël. Kjo gjë e bëri që Maria t'ia jepte jetës kishës dhe katolicizmit. Kur Maria ishte 10 vjeçe, ajo filloi të frekuentonte shkollën me konvikt që kishte pasur ëma dhe një gjimnaz për vajza, nga i cili kishte marrë diplomën më 12 qershor 1883.
Vitet në vijim i kaloi në fshat, te të afërmit e të atit. Vitet e tjera i kaloi në Varshavë me të atin. Familjet e të ëmës dhe të atit tashmë kishin humbur pasuritë e tyre, gjë që solli vështirësi në jetën e Marias, motrës dhe vëllait të saj. Maria bëri një marrëveshje me motrën e saj, Bronislava, që ajo t'i jepte një asistencë gjatë studimeve të saj për mjekësi në Paris. Në këmbim të një asistence të ngjashme 2 vjet më vonë, në lidhje me këtë, ajo mori një propozim si guvernatore, fillimisht si juriste e një familje në Krakov, pastaj për 2 vite në Çekanov në familjen Zoravskis, që ishin të afërmit e të atit. Kur ishte duke punuar me familjen e fundit, ajo bie në dashuri me të birin e tyre, Kazmiez Zoravski, i cili kishte alternuar për të ardhmen e tij matematikane. Prindërit e tij e refuzuan martesën e tij me Marian dhe ai ishte i paaft për t'u kundërvënë. Maria përpasoi humbi dhe punën e saj si juriste. Ajo gjeti punë tjetër në familjen Fuchs në Sopot, në bregun e detit Baltik, ku kaloi dhe vitet në vijim, gjatë gjithë kohës duke financuar motrën e saj. Në fillim të vitit 1890, Bronislava, pak muaj pasi u martua me Kazimierz Gluski, ftoi Marin të jetonte me të në Paris. Maria nuk pranoi, sepse nuk ishte në gjendje të shkollohej në universitetet dhe akoma shpresonte për martesën me Kazimierz. Ajo u kthye me shtëpinë e të atit, ku kishte shumë kujtime të fëmijërisë. Në tetor 1891, pas këmbguljes të së motrës dhe dërgimit të një letre nga Zoravski, ku i qartësoi përfundimisht ndarjen e tyre, ajo vendosi të shkonte në Francë. Humbja e të dashurit ishte tragjike për të dy. Maria tashmë strehoi në një shtëpi në Paris me motrën dhe kunatin e saj. Njëkohësisht vazhdonte studimet në Sorbonne për matematik, fizik, kimi. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim se si ka evoluar moda ndër vite. Trendet ndryshojnë gjatë gjithë kohës dhe ne mundohemi t'i përshtatemi gjatë gjithë kohës ose dhe t'i afrohemi sadopak të jetë e mundur. Ndonjëherë ne i rikthehemi pas modës dhe ndonjëherë projektojmë të ardhmen. Ja se si moda ka ndryshuar në shekullin e kaluar. 1920. Vitet 1920 ishin kohë emocionuese në Shtetet e Bashkuara dhe në mbar botën. Lufta e parë botërore mbaroi. Njerëzit kishin punë dhe bënin para. Të drejtat e grave po ndryshonin. Një vit më parë, saktësisht më 1919, në SBA gratë morën të drejtën për të votuar. Në përgjithësi njerëzit ndjeheshin mirë dhe kjo reflektoi edhe në veshjet e tyre. Gratë u veshën në stilin flapper. Moda e tyre përfshinte veshje të shkurtra dhe të shëndritshme. Meshkujt veshën kostume dhe kapele në formë helikopteri. Ashtu si në vitet 1920, stili në vitet 1950 pasqyroi lumturinë e njerëzve pas përfundimit të një tjetër lufte. Lufta e dytë botërore mbaroi dhe moda ndryshoi si rezultat i fundit të saj. Gjatë kësaj kohe, gratë dhe veshjet treguan figurat e tyre më së shumti, dhe modeli i flokut e reflektonte këtë nga flokët e shkurtër të viteve 1920, në një stil më të gjatë dhe me kaçurela. Për meshkujt, vitet 1950 sollën stilin grisër meksikan. Njerëzit mbanin xhinse, një bluzë të bardhë dhe xhaketa lëkure të zeza. 1970, veshjet gjatë kësaj periudhe kohore ishin të gjalla dhe përfshinin lidhset me ngjyra, pantallona dhe minifunde. Për herë të parë, gratë dhe burrat kishin flokë të gjatë. Burrat gjithashtu filluan të mbanin mustaqe dhe mjekra. Më 1970 njerëzit u dhanë së tepërmi ndaj muzikës, edhe rrobat e njerëzve e reflektuan haren e saj. 1980, vitet 1980 u ndikuan edhe më shumë nga muzika. Gjatë kësaj kohe muzika punk, rock, rap, metal dhe heavy metal u bën shumë popullore. Flokët e grave dhe bijuteritë ishin të mëdha, përbërja e tyre ishte e shndritshme me shumë ngjyra. Njerëzit e përfshin në botën e rockut dhe vazhduan të visheshin me të zeza. Burrat dhe gratë përgjithsisht veshën trikot me ngjyra. 1990, njerëzit e viteve 1990 ishin më me këmbë në tokë se në vitet 70 apo 80. Gratë ende kishin flokë të gjata. Shumë njerëz veshën xhinse dhe këmisha së bashku me këpucët e famshme Converse. Ky stil u bë shumë popullor. Gjatë kësaj kohe shumë njerëz gjithashtu filluan të merreshin me detaje më shumë se në dekadat e tjera. Sot njerëzit vishën në bazë të ndikimeve të ndryshme. Disa zgjedhje të modës janë të bazuara edhe në pamjen e dekadave të fundit, si ato për të cilat u ndalëm në këtë përshkrim. Duhet thënë se përveç shpikjeve e zbulimeve dhe trendet ndryshojnë gjatë gjithë kohës, s'mund ta dim kurrë se çdo të na sjellë ardhmja.
Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me reshje shiu dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtim juglindje veriperëndim me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 2 deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9 deri në 16 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 9 gradë, Peshkopi 5 deri në 13 gradë, Tiranë 9 deri në 16 gradë, Durrës 11 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 12 deri në 13 gradë, Elbasan 9 deri në 16 gradë, Berat 8 deri në 16 gradë Celsius, Korçë 2 deri në 9 gradë, Vlorë 11 deri në 16 gradë, Gjirokastër 6 deri në 12 gradë, Sarandë 9 deri në 16 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me reshje shiu dhe vranësira. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era pritet të fryjë në drejtim juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 4 deri në 13 gradë, Podujev 2 deri në 13 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri në 13 gradë, Pej 5 deri në 12 gradë, Prishtinë 4 deri në 14 gradë, Gjakov 3 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 5 deri në 14 gradë, Gjilan 2 deri në 13 gradë, Ferizaj 3 deri në 14 gradë, Kaçanik 4 deri në 13 gradë, Prizren 2 deri në 14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Bashkë do rishihemi sërish nesër në të njëjtin orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion dhe po ashtu mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook. Për të rehat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.